Faza më e vështirë është kur fillojnë edhe halucinacionet. Kur fillojnë edhe halucinacionet, kur fillon pacienti mos më njoft më edhe anëtarët e familjes, edhe atëherë ne duhet të reagojmë me barna tjera, siç është risperidoni, haloperidoli dhe disa medikamente tjera, për të eliminu halucinacionet dhe me qetësu pacientin. Ato barna nuk rekomandohen më dhënë në fillim, mirë po ipën në fazat e vonshme të smundjes së Alzheimerit. Agresivitetja është pjesë? Po, nga njerë po. Jo të gjitha rastet, po nga njerë po. Në këto raste menaxhohen ndryshe pastaj. Me këto barna që i përmenda. Nuk do të thotë që këto kanë efekt, po ka disa lloje barnave. Ndërkohë kujtesën nuk mund ta kthejmë. Po këto gjëra tjera të pacientit i rregullojmë. Domethënë shqetësimet, nervozat, ato i rregullojmë. Është një gjë shumë e rëndësishme që deshta me cek është të kujtesa. Isha për pak me harru ato që këta njerëz